Edhe ne jemi artist, titullohet punëtoria 5 ditore dedikuar nxënësve me nevoja të veçanta, organizuar nga Instituti Nacional Galeria e Arteve Tetov në bashkëpunim me Shkollën Fillore Liria. Gjatë kësaj punëtorie, nxënësit e kësaj shkolle kanë pasur mundësi të shfaqin talentet e tyre në artin figurativ dhe sollën edhe një ekspozit të larmishme me veprat e tyre me motive festash. Behar Ferati nga Galeria e Arteve thekson se edhe fëmijët, por edhe prindërit e tyre janë ndarë mjaft të lumtur nga kjo punëtori, dedikuar kësaj kategorie të nxënësve. Galeria e Arteve së bashku inkuadron edhe punëtor nga stafi që janë të fushës së artis dhe me defektologët që janë të angazhuar në këtë shkollë, së bashku marrim punojmë punimet ndryshme, gjithashtu edhe ne edhe ju sjellim materiale, ju sjellim ngjyra, gjitha pajisjet që kanë nevojë këta nxënës, që kështu gjatë jo vetëm sa zgjat workshopi 5 ditor çka është, mirë po mjetet ata i shfrytëzojnë edhe në vazhdimsi dhe kështu që ata për një vit mendoj se janë të mbuluar në këtë pjesë. Pastaj mbas kohë ne si institucion vim i vizitojmë edhe bashkëveprojmë me këta nxënës që jenë pjesë e barabartë me ne. Prindërit e kësaj shkolle gjithmonë kanë ne kemi hasur në pajtueshmëri me ta që fëmijët e tyre të jenë, edhe ata janë shumë të lumtur për këtë pjesë, pasi edhe ne, edhe prindët, ndonjëherë edhe prindët bëhen pjesë e këtij projekti inkluziv, edhe së bashku me prindët, me fëmijët, me defektologët, domethënë jemi një ekip në më shumë numër që mundohemi edhe pra sot kjo është një ekspozitë me çka edhe shënojmë ditën ndërkombëtare 3 dhjetorin si dita ndërkombëtare e fëmijëve me aftësi ndryshe. Drejtoresha e Shkollës Fillore Liria, Farie Idrizi Kasami, deklaroi se në këtë punëtori janë përfshirë gjithsej 24 nxënës me nevoja të veçanta dhe ka qenë një bashkëpunim i frytshëm me Galerinë e Arteve. Në këtë projekt janë të kyçur domethënë nxënësit e paraleleve speciale, por gjithashtu janë të kyçur edhe nxënësit me inkluzion, ku në numër i kemi 10 në paralele speciale dhe 14 janë me inkluzion, ku gjithsej 24 nxënës janë të kyçur tek ky projekt. Bashkëpunimi ka qenë domethënë çdo vit dhe ka qenë shumë i frytshëm, ku kemi patur edhe mbështetje morale, por edhe mbështetje domethënë edhe financiare që na kanë prodhe me mjete, materiale të ndryshme për nxënësit me nevoja. Kemi edhe projekte të tjera, kemi edhe mbështetjes të tjera, ku edhe ne si prioritet kemi domethënë sigurinë edhe përkrajjen e këtyre nxënësve, të cilët janë me nevoja të veçanta, me aftësi të kufizuara. Bashkëpunimet nuk na ndalohen me të gjithë institucionet, kemi bashkëpunime, përkrajjen nga të gjithë kemi. Aja. Çka ke ngjyron mësuesja tregoj? Në këtë. Prit. Flamuri. Po, çfarë ngjyre ka? E kuqe. E kuqe, bravo. Tote. Po, me cilën mësuese? Mësuesen Elmedina? Po. Mirë. Çfarë ngjyre ka ato? Tote. Çfarë ngjyre është? Be. E ku? Quqe. Kjo? Quqe. Porto? Tate. Portokale edhe? Be. Ta. Super. Përndryshe projekti Edhe ne jemi artist organizohet për 7 vjet radhazi nga Galeria e Arteve e Tetovës dhe u krijon mundësi fëmijëve me aftësi të veçanta të shprehin botën e tyre të brendshme përmes ngjyrave dhe krijimtarisë.